Pa forcat të bashkuara me theks të veçantë tek shoqata qytetare dhe fetare, nuk do të mund të pengohet fenomeni i dhunës ndaj fëmijëve dhe varfërisë, që është gjithnjë më shumë prezente në nivel global. Kështu vlerëson drejtori ekzekutiv i ambasadës së parë për fëmijë në botë me Gjashi, Dragi Smianac. Në konferencën ndërkombëtare me temë fundi varfërisë dhe dhunës ndaj fëmijëve u konstatua se mobilizimi civil është një faktor shumë i rëndësishëm që ndikon të kthehet vëmendja e klerikëve fetar, institucioneve shtetërore, politikanëve dhe organizatave të ndryshme ka ballafaqimi me varfërinë dhe dhunën mbi fëmijët. Оставихме фокусът на детската сиромашта и насилството върху децата. Fokusin e kemi vendosur tek varfëria, tek fëmijët dhe dhuna mbi ta, me qëllim që të mobilizojmë shoqërinë, përfshirë edhe shoqatat fetare, organizatat qytetare, organizatat ndërkombëtare dhe institucionet shtetërore që së bashku t'i japim fund varfërisë, të kyçen fëmijët në arsim, parandalimi i dhunës, keqpërdorim të punës së fëmijëve, parandalim nga eksploatimi seksual dhe ekonomik, sepse kjo konferencë ndërkombëtare tregon se situata është thuajse e njëjtë dhe në vendet fqinje dhe në Kenia, prej ku vinë mysafirët, pa forca të bashkuara me theks të veçantë tek shoqatat qytetare dhe fetare, nuk do të mund të pengojmë këtë fenomen i cili është gjithnjë më shumë prezent. Kemi luftra që ndikojnë në varfëri, por si pasojë e varfërisë dhe jo arsimimit, janë fëmijët fantom pa certifikat të lindjes dhe të ngjashme. Edhe drejtori i organizatës Fundi i Varfërisë së Fëmijëve, Fred Njabera, tha se ekzistojnë zgjidhje për këtë fenomen dhe se zgjidhja mund të vijë edhe nga organizatat fetare, shoqata civile dhe organizatat e tjera të ngjashme. One other thing we believe in is that we need to partner with each other. Besojmë se duhet të ndërmerren hapa konkrete në terren që t'i jepet fund dhunës së fëmijëve dhe varfërisë së tyre. Po ashtu, besojmë se duhet të ekzistojnë ndryshime në normat shoqërore dhe kulturore, si dhe ndryshime në vetë stilin e prindësisë, ndonjëherë edhe ndryshime ligjore. E dim se qeverive ju kushton nëse ka dhunë dhe varfëri, pikërisht për këtë, më racionale është të shërnjoset dhuna dhe varfëria tek fëmijët. Në këtë konferencë përveç ambasadës së parë për fëmijë në botë me Gjashi, ishin edhe përfaqësuesit e organizatave partnere Arigato International nga Tokyo, organizata Fundi i Varfërisë së Fëmijëve dhe Rrjeti Rajonal për Religionet për Fëmijë.